Në një postim në rrjetet sociale, deputetja e pavarur Mariana Koçeku, e njohur si Neo Malsoria, ka ndarë një intervistë të dhënë për gazetën britanike Financial Times, ku flet për protestat e fundit në Shqipëri, emigracionin dhe vendimin e saj për t'u angazhuar në politikë. Koçeku shkruan se në intervistë ka shprehur një bindje që sipas saj e ka ndjerë dhe përjetuar prej kohësh. Në këtë artikull në Financial Times kam shprehur atë që e kam ndjerë prej kohësh dhe që e kam përjetuar edhe si histori personale. Lufta e brezit ton nuk është të kërkojmë një vend tjetër më të mirë për t'jetuar, por ta shndrojmë më të jetueshëm vendin të cilit i përkasim, shprehet ajo. Deklarata është interpretuar si një kritik ndaj mënyrës së qeverisjes dhe kushteve të jetesës në vend. Çfarë shkruan Financial Times? Artikulli i Financial Times ndalet e protestat që kanë shpërthyer pas kundërshtimeve ndaj projektit të zhvillimit në Zvërnec, duke vënë në dukje se punimet në zonë duket se janë pezulluar përkohësisht. Gazeta kujton gjithashtu se Parlamenti Evropian në mesin e qershorit bëri thirrje për një moratorium mbi të gjitha punimet dhe lejet e reja të ndërtimit në zonat e mbrojtura të Shqipërisë, si edhe kërkoi shfuqizimin e amendamentit të njohur si me 5 yje. Sipas artikullit, Koçeku e sheh valën e protestave si një shenjë të ndryshimit të mentalitetit të rinjve shqiptar. Prindrit tan arritën me idenë se lumturia qëndron përtej kufive, por protestat po tregojnë se shqiptarët po e shohin tokën e tyre si një vend për të jetuar në vend të një vendi për t'u larguar, citohet ajo nga Financial Times. Artikulli përshkruan edhe rrugtimin personal të deputetes, e cila është rritur në një fshat të izoluar në veri të Shqipërisë, ku sipas gazetës mund të shkohet vetëm me varg. Ajo studioi në Itali, por më pas u kthye në Shqipëri për të zhvilluar një projekt të turizmit të qëndrueshëm në shtëpinë e familjes së saj, përpara se të hynte në politikë. Financial Times thekson se muajin e kaluar Koçeku u largua nga Partia Socialiste për shkak të qëndrimit të saj kundër projektit të vijës bregdetare në Zvërnec, duke u bërë deputetja e vetme e pavarur në kuvend. Sipas këtij artikulli, ajo ka deklaruar se pas këtij vendimi ka marrë kërcënime.